Art Explora në vetvete është fondacioni artistik francez i themeluar në vitin 2019. Ndërkohë që Art Explora Festival është projekti që ka nisur nga viti i kaluar, pra viti 2024, i cili mbaron, pra planifikimin e fundit të tij e ka në vitin 2027. Vjen për herë të parë tek ne dhe në Shqipëri në fakt nuk vjen vetëm me anijen muze, e cila është e para në botë, duhet të thënë kjo, por vjen me dy nisma. Pra vjen me festivalin i cili është i stacionuar në Durrës, por vjen edhe me vilën 31 në Tiranë, pra vila i diktatorit Enver Hoxha. Nisma e vilës në fakt është dhe ajo për mendimin tim njëjtë interesante, sepse duhet të thënë që shumica e qyteteve kryesore në Europë, unë flas për Europën, por ka sigurisht edhe në botë, në vende të tjera kanë rezidenca artistike. Pra kanë ato rezidenca në të cilat artistët shkojnë, jetojnë për një farë kohe, punojnë dhe më pas kremtojnë të gjithë punën e tyre me një ekspozitë të caktuar.